Në detyrë i bujqësisë Faton Peci ka reaguar pas intervistimit nga rasti fabrikës së mbetjeve shtatësore. Ai ka hedhur poshtë të gjitha dyshimet e ngritura për korrupsion. Në profilin e tij në Facebook, Peci ka shkruar se epilogu i këtij procesi do të jetë i njohur. Të dashur qytetar, miq dhe familjar, u jam mirënjohës për shprehjen e shqetësimit dhe për solidaritetin e treguar gjatë ditës së djeshme me rastin e investigimit tim nga organet e rendit dhe drejtësisë. Me theks të veçantë ju drejtohem 133.987 qytetarëve që më kanë dhuruar gjën më të shtrenjtë, besimin. Jam i bindur që epilogu i këtij procesi do të jetë i njohur për ju sikurse është i njohur për rreth 30.000 fermerë që përfitojnë në bazë vjetore subvencione dhe grantet e njëhersh. Janë dëshmitar më të vëmendshëm në çdo cep të Kosovës. Ata më së miri e dinë se në funksion të kujt e kam kryer detyrën zyrtare. Çdo shkronjë fjalë si në të shkruar ashtu dhe e thënë është e qasshme për secilin që ka interesim. Kosova si vend i bukur, i bekuar, ka një popull të mrekullueshëm, e mbi qelin e kësaj toke këtij populli ka Zot. Shkrua ndër të tjera Peci.